e këmë thonë po ari përsëris. Partia Demokratike e Kosovës, une, sekretari Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kem vijat kuqe për asnjë subjekt politik. Kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi më të afërt sa i përket aspekteve programore, mundësisë bashkëpunimit me partitë që në kaluarën kanë qenë në opozitë. Qëndrimi jonë si Parti Demokratike është edhe kemi kërkuar që data përzierje të jetë data 21. Arsyet pse data 21? Për shkak se ne kemi pas një shtyrje të vazhdueshme, një blokadë në krijimin e institucioneve, që bjen kryesisht mbi barë dhe përgjegjësinë e partisë që ka fituar numrin më të madh të votave, dhe vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucione. Nuk shkon të njëjtën kohë edhe me kërku urgjencë në krijimin e institucioneve, po me kërku edhe datë sa më të vonshme për me mojtë zgjedhjet. Dhe data tjetër që është përmend takim ka qenë data 28, dhe ne kemi qenë në favor të datës 21 për më shumë se një arsye, sepse data 28 është datë ku realisht është para ndërrimit të vitit.